Ujvara e Niagarës është më e famshme në Amerikën e Veriut. Karakteristike e këtij katarakti është fuqia e tij mahnitse. Çdo vit ujvara e Niagarës në kufirin me Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas vizitohet nga mbi 6 milion njerëz. Me do të njeni në vazhdim në rubrikën tonë Paqet Kombëtare të Amerikës. Nga ujvarat në përbot janë më të larta. Disa kanë një bukuri elegante, disa të tjera ndodhen në një mjedis prallor. Por katarakti Niagarës ka forcë të madhe, të fuqishme, që të frymëzon dhe të mahnit. Nuk është për t'u habitur që evropiani i parë që e përshkroi ujvarën e Niagarës tha se ujrat binin nga një lartësi 200 metra, ndërsa një tjetër në shekullin e 17 e përshkroi atë si një ujvar që binte nga një lartësi 250 metra. Në fakt, lartësia e Niagarës është më pak se sa 1/4 e këtyre shifrave, pra nga 55 në 60 metra. Por edhe sot, forca e përplasjes së ujit e gabon njeriun dhe sfidon imagjinatën. Pikërisht ajo forcë që e bën kaskadën e Niagarës të veçantë është se vëllimi i madh i ujrave gryen kapërderdhësin që krijon ujvarën. Niagara është një nga lumenjtë më të shkurtër në Amerikë, rreth vetëm 60 kilometra, por 4 nga 5 liqenet e mëdha shtrihen mes bankinave të tij. Dikur ky lum kishte më shumë ujë se sa lumenjtë Tamiz, Sena, Lori, Rin dhe Rona në Evropë të marrë së bashku. Vëllimi i madh i ujrave ka gryer gurët në pragun e rënjes dhe me kalimin e shekujve, ujvara është zhvendosur mbi 10 kilometra kundër rrjedhës së lumit. Gropa e madhe nën të është krijuar si rezultat i forcës së rënjes së ujrave. Shkencëtarët besojnë se kur katarakti të ketë gryer edhe rreth 3 kilometra të tjera nga shtrati i lumit, ujrat do të fillojnë të bien dhe do të kthehen në një lum të rrëmbyeshëm dhe eventualisht në një lum të qetë. Megjithatë, këto ndryshime nuk do të fillojnë më parë se sa 2000 deri në 3000 vjet. Pra u mbetet shumë e shumë kohë njerëzve të kënaqin kuriozitetin e tyre duke shkuar pranë kataraktit e duke shëtitur edhe nën të me anijet Maid of the Mist.